Po vazhdojmë një seri tjetër. Shpesh herë kompanitë, për shembull ndryshime teknologjike apo ndryshimeve në treg kanë nevojë që ta zvogëlojnë edhe numrin e punëtorëve. Nuk është një vendim i lehtë, është vendim i vështirë, duhet një analizë e mirë për t'u bërë. Çka ju kisha rekomandu në këtë rast? Praktikat më të mira tregojnë se nëse një kompani e madhe duhet që ta bëni testin e dy fisht. Pra, çka kuptoj me testin e dy fisht? Së pari, ju duhet të mendoni në këtë mënyrë. Sikur ta kishit njoft punëtorin aktual, sikur se e njihni sot, në ditën kur e keni pranuar në punë, a do ta kishit pranuar? Pra, nëse përgjegjja është po, atëherë atë punëtor duhet ta mbani. Nëse përgjegjja është jo, atëherë kaloni tek testi i dytë. Cili është testi i dytë? Testi i dytë është, tani, ju duhet të mendoni. Çka do të ndodhte nëse një departament tjetër në organizat, apo një organizat tjetër e kërkon punëtorin tuaj, pra, punëtori tuaj dëshiron që ta marrë një departament apo organizat tjetër. A do të kishit kundërshtu në këtë rast? Nëse po, nëse do të kishit kundërshtu, atëherë ai punëtor është i vlefshëm, duhet ta mbani. Mirë po, nëse përgjegjja është jo, pra nuk do të kundërshtonit që nëse një departament tjetër do ta marrë, atëherë i keni testi i dy fisht ju del. Jo, pra, nuk do ta pranoni në punë nëse do ta kishit njoft se njihni sot, dhe nuk do të kundërshtonit nëse ndonjë departament apo organizat tjetër e kërkon. Pra, zgjedhja është e lehtë. Vazhdoni të më ndiqni, bëni pyetje, komente dhe shumë shpejt do t'ju postoj edhe video tjera me temat të cilat ju i kërkoni.